Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Spanja u shpall kampione botës pas fitores 1-0 ndaj Argjentinës. Takimi nisi me Spanjën që mori menjëherë kontrollin e lojës përmes qarkullimit të shpejtë të topit dhe presionit të lartë. Argjentina u rreshtua në repartin mbrojtës duke kërkuar të godiste nëpërmjet kundërsulmeve. Me përfundimin e 90 minutave në barazim 0-0, fituesi i trofeut u vendos në kohën shtesë. Momenti që ndryshoi rrjedhën e finales erdhi pas kartonit të kuq të Enzo Fernandez, i cili e la Argjentinën me 10 lojtar. Duke shfrytzuar dhe përsi numerike, Spanja intensifikoi sulmet dhe në minutën e 106, Ferran Torres realizoi golin e vetëm të takimit. Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! Argentina reagoi në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rjetës. Në përfundim të takimit u vijua me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Lojtarët e Argentinës morën medaljet e argjenda ndërsa futbollistët e Spanjës ngritën trofeun e Kupës së Botës. Spanja rikthehet si kampion i Kupës së Botës për herë të dytë në histori pas 16 vitesh. Trofeu këtij edicioni për ekipin e kampionëve të rinj të botës u dha nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kreu i FIFA-s Infantino. Pas triumfit në Europianin 2024, Spanja me trajnerin Luis de la Fuente merrte trofeun e botrorit 2026 duke konfirmuar se janë dobinues në këtë sport. Spanja ka 38 ndeshje radhasi pa humbje. Këtë botror ajo pësoi vetëm golin në ndeshjen ndaj Belgjikës. Me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Spanjës, Rodrigo, mbyllet dhe turneu 23 i Kupës së Botës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Trajneri i Spanjës De La Fuente u shpreh lumtur pas fitimit të botrorit. Kemi mbyllur një kapitull shumë të rëndësishëm, kemi fituar në çdo kategori. Për më tepër, ky është një ekip me një të ardhme të gjatë përpara, po mendojmë për atë që vjen më pas, deklaroi trajneri spanjoll pas takimit. Sipas De La Fuente, Spanja luajti një lojë shumë të mirë. Vetëm pritjet e shkëlqyera të dy buna penguan. Fitoria kushton shtrenjtë, prandaj duhet ta vlerësojmë kur arrim, tha trajneri pas suksesit 1-0 ndaj Argjentinës. Spanja fitoi ndaj Argjentinës dhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve individuale të Kupës së Botës 2026. Topi i artë për lojtarin më të mirë të botrorit u dha mesfurshorit Rodri, një nga protagonistët kryesor të suksesit të Spanjës me paraqitjet e tij gjatë gjithë turneut. Edhe portieri Unai Simon u vlerësua me dorezën e artë. Ai u çmua si portieri më i mirë i kompeticioni pasi posoi vetëm një gol në 8 takime. Ndërkohë talenti Pau Kubarsi fitoi çmimin lojtari më i mirë i ri. I vetmi çmim që nuk shkoi për Spanjën ishte këpuca e artë, e cila ju dorëzua Kylian Mbappé si golashënuesi më i mirë i turneut me 10 gola. Pas humbjes ndaj Spanjës, Argentina është shpallur nën kampione botës për herë të katërt në histori duke barazuar Gjermaninë si kombëtare me më shumë finale të humbura në historinë e Kupës së Botës. Ata kanë përfunduar në vendin e dytë në 4 edicione të turneut më të madh të futbollit. Në 1930 regjistrohen humbje në finalen e parë të historisë së botrorit ndaj Uruguayt. Në vitin 1990 dhe vitin 2014 janë humbjet ndaj Gjermanisë dhe në 2026 humbja ndaj Spanjës pas golit të Ferran Torres në minutën 106. Argentina ka fituar deri më sot 3 trofe të Kupës së Botës në vitet 1978, 1986 dhe 2022. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.